Të dashur dëgjues të Radio Marias, kjo fledo Jezu Krishti. Sot flasim për shpërnguljen e shqiptarëve kelmendas në Sriem, pjesa e parë. Cilët janë shqiptarët kelmendas? Shqiptarët janë një popull autokton i gadishullit të Ballkanit. Ata janë pasardhës të ilirëve të lashtë, gjurmat e të cilëve rrugën e gjuhën e sot me shqipe e me siguri edhe në karakteristikat racore të shqiptarëve. Në kohën e dyndjeve të fisëve slavike rreth shekullit të 6 dhe të 7, një numër fisësh shqiptar u përqendruan në male ku edhe vazhduan jetën. Diku ndodhi që u përzien me slavët e ardhur përmes lidhjes martësore, po në një përqindje të madhe ata e ruajtën formimin e tyre identitar dhe vazhduan bashkëjetesën paqësore me popullsatën e re, duke respektuar njëkohësisht edhe rendin e tyre social të organizuar sipas sistemit fisnor që ishte karakteristika e atyre kohëve. Një ndër fiset e njohura shqiptare është edhe fisi shqiptar shuar kelmendasve. Emri i këtij fisi vjen prej emrit Kelmend, Clemens, Clement, Kliment, sipas emrave me origjinë latine Kelmend ose Kelmendet, apo Klimentin ose Klimentinët. Emri i këtij fisi nga kroatët shqiptohet dhe shkruhet në format Klement, Klementet dhe Klimentet, Klimentet. Kelmendasit janë në viset e bjeshkëve të Nemuna, në malsinë e madhe, në brezin kufitar mes malit të zi dhe Shqipërisë. Këtij fisi takojnë edhe banorët e rrafshit të epërme të lumeve Lim e Cem. Lumi Cem ka 2 burime të larguara njëra nga tjetri në brigjet e të cilëve jetojnë pjesëtar e këtij fisi. Me banimet e tyre si Selci, Nikçi, Vukli dhe Boga janë tepër të njohura. Janë dëgjuar shumë gojdhëna mbi krijimin e këtij fisi. Një prej tyre gjendet e shkruar në relacionet e vitit 1685 të argjipeshvi Shkupit Pjetër Bogdani, mbi Serbinë dhe Shqipërinë. Sipas kësaj gojdhëne, fisi e ka përardhjen nga i pari i tyre i cili zbriti nga rrjedhat e epërme të lumit Moraça dhe u martua me një vajzë të fisit të Kuqëve, martesën nga e cila lindi djali i tyre Kelmendi, sipas emrit të cilit u quajt edhe fisi, pra respektivisht ata u quajtën Kelmendas. Sipas gojdhënës së dytë, ky fis e ka përardhjen nga një far bariu i quajtur Kelmend, i cili dukur në Triepsh hyri në shërbim të një fshatari pasur i fshatit e ma pas u martua me vajzën e tij. I ati i saj i dha çiftit të ri bashkëshortor 20 dele dhe i dërgoi në Bishtan, 15 minuta ecje në këmbë larg Selcit, në lindje të Podgoricës. Sipas kësaj gojdhëne, Kelmendi pati 7 djem, të cilët u bën kryetar të 7 vëllezërve: Selcit, Vuklit, Nikaj, Utajt, Martinoviçi, Martinajt, Vukovës në Dugaxhin dhe Labit në Kosovë. Gojdhëna e tretë, e cila e ka shënuar i peshkvi i Sremit Ladislav Sërënji, tregon se emri i fisit rrjedh nga mbrojtësi i fisit, Shën Kelmendi, pap dhe martir. Sërënji thot se janë quajtur Kelmendas për shkak të prejardhjes së tyre katolike. Me fjalë të tjera, papa Shën Klementi, nxënësi i Shën Pjetrit, me predikimin dhe mrekullitë e tija i ktheu ata në fenë e Krishtit. Papa Shën Klementi ra martir gjatë prindjekjes së Trajanit, kur paganat ja lidhën spirancën rreth qafës dhe e kodhën në det.
Kjo gojdhan në fakt e nderon kultin e Shën Klementit, pap dhe martir në trojet am të kelmendasve. Kisha në Shpaj i ishte kushtuar pikërisht Shën Klementit. Klemendasit të Shpajës e bartën edhe ruajtën këtë kod në kokën e shpërnguljes së detyruar në Kosovë në vitin 1702. Përsëri i ja kushtuan kishën e tyre Shën Klementit, pap dhe martir, e të njëjtën gjë bën edhe me kishën në Hrtkovci, i cili ishte vendbanim më i rëndësishëm i tyre. Është interesante edhe gojdhëna mbi krijimin e lumit Cem, që është ruajtur në trojet am të fisit. Udhshkruasi e ka shënuar këtë gojdhanë sipas rrafimit të popullit. Kelmendasit me krenar më kanë thënë se ky lum është vepër e mrekullueshme e një parshenjti të tyre, i që në këtë gur ka bërë kryqin e me pas nga guri rodhi lumi. Është e qartë se kjo gojdhanë për Shën Klementin pap është pakës ndryshe kur dëgjohet në rrethonjat lokale. Qarkullon edhe një version tjetër sa i takon emrit të këtij fisi që është shfaqur pak më vonë në kokë, e që i lidhi emrin e tij me kështjellën bizantine të quajtur Klementiana në rrugën Shkodër-Prizren. Para pushkatimit turk, kelmendasit jetonin vetëm në malsinë e madhe. Më vonë, ata u përfshin në luftë të vazhdueshme me osmanët, të cilët nuk arritën kurrë t'i nënshtroheshin plotësisht, dhe pse autoritetit osman gjatë shekujve të 15 dhe të 16 deri diku hodhi rrënja edhe në këto troje. Kjo gjë shiket posaçërisht nga mënyra se si taksoheshin ata nga autoritetet osmane. Kelmendasit e njohën në autoritetin osman me vështërsi në vitin 1496, e megjithatë, ky autoritet ka pasur karakter të çrregullt mes tyre, sepse ata nuk arritën asnjëherë që t'i kontrollonin tërësisht trojet am të tyre, pasuritë e tyre dhe në veçanti të ardhurat e tyre. Në shkurt të vitit 1638, pushteti osman dërgoi Vuço Pashën me 15.000 ushtar kundër kelmendasve, por malsort trima i mbondën turqit dhe zonë si plaçk sasi të madhe të armëve, të kuajve, të veshurve dhe të mbathurve të tyre. Gjatë luftës së Kandijës në vitin 1644-1669, kelmendasit pushtuan kështjellën e Medunit. Ata i bënin rezistencë e vazhdueshme osmanëve, nuk nënshtruan asnjëherë dhe kjo u mundsoi përfitimin e disa privilegjeve që ishin të shumta, duke u garantuar atyre një lloj statusi që u mundsonte veçeverisjen. Rreth vitit 1700, Porta lartë osmane vendosi që t'i nënshtrohet kelmendasit dhe për këtë angazhoi Pashën në Pejës Hodaverdi Mahmud Beun, i cili kishte për detyrë që të deportonte me ushtri në Malsi. Me këtë rast, ky i fundit sulmoi edhe kelmendasit, por këta ju përgjigjen sulmit duke bërë një rezistencë të fortë. Megjithatë, në vitin 1702, u zbatua vendimi i Portës, sipas të cilit 274 familje kelmendase dukej të shpërnguleshin dhunshëm në peshter të Novi Pazarit. Ishte pikërisht kjo koka kur kelmendasit u vendosën edhe në Rugov e në rrethonat e Pejës dhe të Rozhajës, ndërsa nga një dokument osman i korrigut të vitit 1702 kuptohet se tokën e cila në atë kohë nuk kishte një status të qartë pronësie, më në fund e fituan.
Kelmendasit në Pështer dhe në Rogov nuk e duronin dot kontrolin e pandërpret të pushtuesit osman, e sidomos autoritetin e pashajt nga Peja. Për këtë arsye në vitin 1707, 147 familje kelmendase u rikthyen në malet shqiptare, duke marrë me dhonë edhe 2 misionar franceskan. Fill pas këtij zhvillimi, osmanët kundërvepruan duke e shkatruar misionin franceskan në Peshter. Dhunës osmane kundër shqiptarëve i u bashkangjitë edhe hierarkia e kishës ortodokse të Shkupit, veçanërisht patriarku Kalinik. Ky i fundit në vitet 1706 dhe në vitin 1707 i rëndoi katolikët me takse të rënda kishtare, të cilat ata as dëshironin as kishin mundësi për të paguar. Aq e pamshirshme ishte përndjekja ndaj tyre, sa që misionarët e Pejës dhe të Gjakovës përfunduan në pranga. Argjipeshvi i Varit, Vinko Zmajević, me 14 shtator të vitit 1710, nga Kotori, i shkroi sekretarit të Kongratës për përhapjen e fesë në Rom, se kelmendasit i kishin mundur Turqit dhe i kishin rrëmbyer 6.000 kokë begati. Argjipeshvi theksonte se hakmarrja osmane duhej të përgjigjeshin me armë. Ai personalisht i donte kelmendasit për shkak të qëndrueshmërisë së palekundër që ata shprehenin për të mbetur besnik të besimit të krishter katolik. Prej vitit 1715 deri në vitin 1718, gjatë luftës venedikaso-austriake, osmanët rrëmbyen dhe plaçkitën të gjitha misionet e argjipeshmërisë së Shkupit, duke burgosur e torturuar deri në vdekje disa misionar. Vetëm misioni i rindërtuara i Peshterit i shpëtoi kësaj valle shkatruese, pasi kelmendasit e mbetur aty e kishin vendosur që ta mbronin. Ndërkohë pasha i Pejës në vitin 1721 lejoi rikëmbjen e misionit të Rogovës për shkak se aty dinin të flisnin shqip. Në kokën kur erdhën në Peshter dhe në Rogov, rreth vitit 1702, të gjithë kelmendasit përkisnin besimit katolik, dhe këtë na e vërteton toponomastika e këtyre viseve. Të gjithë fshatrat e Rogovës edhe sot përmenden toponimet e cilat si Brinja e Kishës, në fshatin Bog. Dëgjojmë toponimet të tilla si Gurët e Kishës, Bregu i Kishës, Kroni i Martin Bogës, kurse në Shkrel, në Dugaiv, në Haxhaj dhe në Kuqisht përmendet toponimi Varret e Katolikëve. Përveç këtyre ka edhe toponime të tjera si për shembull Livadhi i Fratit apo Kroni i Gjonit. Të gjithë këto toponime dëshmojnë se popullsia shqiptare që vendos në Rogov në këtë periudhë kohore përkiste besimet të krishter katolik. Kjo popullsi nisi të pranonte Islamin rreth gjysmës së dytë të shekullit të 18, pas përnguljes së një pjese të kelmendasve në Srem në vitin 1737, ndërsa procesi islamizimit eci shumë ngadalë. Gjatë luftës austriako-turke 1737-1739, kelmendasit nuk ndjenjen asnjë anës. Ata, nën udhëheqjen e argjipeshvit të Shkupit, Mikel Suma, u çu në kryengritje. Sipas informacionit që lexojmë në disa shënime arkivore, derisa kelmendasit u nxitën për kryengritje edhe nga patriarku serb Arseni IV Jovanović Shakabenta. Ky informacion mund të merret si besueshëm, pasi diket që Shakabenta, duke u arrestuar nga osmanët me 27 korrekt të vitit 1737,
gjeti strekim në disa fshatra shqiptare të Rrugovës ku edhe u pret mirë. Në një shqyrtim historik, geografik dhe etnografik të vetin me titull Kush janë shqiptarë dhe kelmendasit në burimet austriake të fundit të shekullit të 17, Dr. Rajko Veselinović thot se misionarët katolik i kishte dhënë raportet e pasakta për kelmendasit dhe bendin e tyre. Veselinović i merr parasysh veçanërisht Dom Tom Raspasanovićin, i lindur në Letnicë, meshtar i argjepeshmijës së Shkupit, i cili bashkë me shqiptarët e ratisur në vitin 1690 u nis për në budim duke i përbuzur relacionet e tij. Nuk dëshiroj të ngre diskutime në lidhje me ngjarjet e së ashtu quajturës dhundja e parë serbe, sepse në këtë punim merrem më tepër me kokën dhe ngjarjet e dhunjes së dytë serbe, por dëshiroj ta kundërshtoj dhe ta hedhi poshtë si të ashtu quajturën dhundja e parë serbe e si të ashtu quajturën dhundja e dytë serbe, sepse mbështetur në dëshmitë dhe faktet historike, kom dalë në konkluzionin e pa diskutueshëm se ata që pësuan furinë e përsekutimit nga osmanët ishin kryesisht shqiptarët, të cilët jo në pak raste u braktisën, u prenë në besë dhe u lanë në fush betej, sa herë që alianse austriake në pafuqinë e tyre detyroheshin që të hilinin në mëshirë të fatit dhe plotësisht të tradhtuar sipas dokumenteve historike, nuk ka pasur as dhundje as shpërngulje masive të popullatës serbe, por ishin shqiptar ata që u përsekutuan o shpërngulën dhundshëm pas çdo disfate të kryengritjeve të alianceve të krishterë. Megjithatë, duhet thënë se disa historianë serb për shkak të ngjarjeve në dokumente përmenden shqiptar dhe kelmendasit prej grupit identik nacional të shpërngulurve, i konsiderojnë shqiptar dhe kelmendasit sikur të jenë dy popull. Për këtë themi se historianët serb shpreken kështu pasi qartazi bajnë dhe qëndrojnë prirjeve manipuluese të fakteve historike. Në vitin 1769, kur pushteti austriak u përpoq që të silte në territorin e vet tërë fisin kelmendas, kelmendasit u përshkruan në mënyrë autentike dhe me ndërgjegjshmëri nga prefekti apostolik i misionit të Sremit atë Frano Antoni nga Bovesi, dëshmiren me shkrim të cilët po e sjell vetëm pjesërisht. Të ashtu quajturit kelmendas kanë banuar në 5 fshatra, të cilat janë Vukli, Selci, Nikçi, Bronja dhe Boga. Këto fshatra kanë pasur rreth 200 shtëpi dhe thuajse të gjithë shtëpiat kishin pasur shumë fëmijë. Shumë kelmendas u shpërngulën nga vendinja e tyre dhe tani jetojnë në Rrugovë, në Kosovë, si dhe në fshatrat e tjera në Serbi. Sa u takon gjërave shpirtërore, ata janë në udhëheqjen e tërve misionar franceskan, të cilët kanë në Selcë dhe në Vukël kishën dhe shtëpian e pritjes. Ata janë katolik, i respektojnë dhe dëgjojnë meshtarët e tyre dhe janë të gatshëm që kur mkatnojnë të nënshtroken udhëresave kishtare. Ditën e virgjilimit kreshmeve dhe ditën e tjera që i kanë zgjedhur në ndërim të ndonjë shenjti, zakonisht i kalojnë me bukë e krip duke agjëruar deri në përdorim të diellit pa ngrënë e pa pirë, madje shumë prej tyre keqin dorë edhe nga dukani si një shprehi e rëndomt që është mes tyre.
Për festa dhe kur meshtari vjen për vizitë të këta, të gjithë janë gati që të shkojnë rregullisht në mesh dhe të pranojnë sakramentet. Atyre u duke qesharake kur i kërkojnë dhe edukojnë që të mos hakmërren, sepse nuk pajtoken me këtë mësim dhe nuk falin derisa marrin hakun e gjakut me gjak. Zakonet e tyre janë të hershme, ha në minder, dhe kur dikosh prej tyre ndron jetë, qiren godasin krahrorin me kujtë madh, ndërsa gratë vajtojnë tek varri, me pasi gostitin të gjithë të pranishëm duke therrur 30, 40 apo 50 desh, ndërsa gjatë vitit vajtojnë shpesh mbi varr. Ky lloj përshkrimi i rrezon pohimin e Veselinoviçit se meshtarët katolik i kanë përzrir emrat lokale me përkatësinë etnike. Jemi të bindur se Borë i Vjenës dhe Perëndërimi katolik kanë qenë të mirë informuar për kelmendasit se ata ishin shqiptar të vërtet. Në vitin 1736, perandori austriak Karli i VI po përgatitej për luftë kundër osmanëve, kështu që i ftoi të gjithë të krishterë në Serbi, në Maqedoni dhe në Shqipëri që të çoheshin në kryengritje sapo të nisnin operacionet ushtarake. Argjipeshvi i Shkupit, Mikel Suma, me krye parët e fiseve shqiptare dhe patriarkës serb Arseni IV, Jovanović Shakabenta, me bujari serbe me njëherë dolën në krah të perandorit. Argjipeshvi Suma i nxiti për kryengritje fises shqiptare të Kelmendit, Hotit dhe Grudës, po ndodhi që ndërsa ishte duke nxitur rebelin dhe në Maltezi, benedikaset e lajmëruan të Turqit. Disa historian serb pohojnë se Argjipeshvi Suma më pas iki në Austri ose në Hungari, ndërsa ca të tjerë janë të mendimit se ai përfundoi në Slavoni në Osijek, çka është e saktë. Patriarku Arsenie IV Jovanović Shakabenta nga Teshnica u kthye në Pej, ndërsa kryepart e fiseve u rikthyen në trojet e tyre për të mbledhur ushtrinë. Ndërkohë, situata sa vinte dhe ndryshonte me shpejtësi. Osmanët nesën të ngrumbullokeshin në numër të madh rreth Novi Pazarit dhe në Peshter. Me 26 gusht, kur patriarku me ushtrien e malsorve arriti në Novi Pazar, e gjeti qytetin të braktisur. I friksuar, ai i braktisi malsort dhe u arrates drejt manastirit Studanic në Kragujevc. Kështu malsort e braktisur dhe të habitur u detyruan të kthekeshin pas në male, e ndërsa rikthekeshin përballashin rrugës me osmanët, të cilët diçnin ka kullat dhe qytetet e tyre. Ushtria e Lentullit u tërkaq deri në Uzhic. Pas ushtrisë austriake, në një farë distancë shkonin edhe disa mira shqiptar katolik, të cilët kishin marrë me vete edhe begatitë e tyre. Ky grup përbonkej kryesisht nga kelmendasit katolik nga Rugova dhe Peshteri. Shërkendorfi u tha hapur se nuk mundej që t'i ndihmonte. Kur Shërkendorfi u tërkaq nga Uzhica për të shkuar në drejtim të Valevës dhe Shabasit në të njëjtën ditë me 4 tetor, në Uzhic erdhi një delegacion i madh shqiptarësh i udhëhequr nga franceskani atë Gjuni, së bashku me vojvodën Prelën, Jokën, Vukën, Lekën, Zekën, Gilën dhe Delin. Këtu a lutën Lentulli që prej 7 gjinit e tyre me 4.000 njerëz
dhe me rreth 100.000 copë begati, të caktoke një pjesë toke në Banat, ku ata do të mund të vendoseshin dhe të qëndronin deri në fund të tetorit. Negociatat u ndërprehen për shkak të deportimit të menjëhershëm të turqëve të Bosnjës dhe për shkak të tërheqjes së ushtrisë austriake. Ushtria austriake dhe pse pas saj Kelmendasit u tërhoq në drejtim të Rudnikut dhe Ligut në për rrugë të këqija dhe malet të larta për të arritur me 11 tetor në Valev. Aty, me saksisht, në Klanz i priti Mehmet Beu i Zvornikut, i cili me 12 tetor i plaçkiti qetat me kuaj e qere të frymëzuar trupat e luftarake dhe hyri në Valev, ku pas masakrimit të tmerrshëm zori rob rreth 3.000 shqiptar që për tërheqeshin. Ata që shpëtuan ikën pas ushtrisë austriake në veri, ndërsa një pjesë e kelmendasve qëndruan rreth Rudnikut dhe Avalës deri në verën e vonë të vitit 1737. Është interesant fakti se historianët sërb Tomić, Kostić, Radonić dhe të tjerët mes këtyre 4.000 shqiptar katolik të arrestuar nuk dallonin dot pikërisht kelmendasit katolik të Rrogovës dhe të Peshterit, ndërkohë që nga dokumentet e arkivit të propagandës dhe të arkivit sekret të Vatikanit vërtetohet plotësisht se kelmendasit e Rrogovës dhe të Peshterit me misionarët e tyre dhe me argjipeshvin Mikel Suma kanë qenë në arrati. Kjo shpërngulje niket dhe me shumë si dyndja e dytë serbe, për shkak të së cilës rreth 300 familje shqiptare kaluan në Srem, ku pas një farë kohe morën tokë në teritorin e fshatarve të sotme Hrtkovc dhe Nikinc. Gjatë tërheqjes ishin rreth 4.000 shqiptar katolik së bashku me argjipeshvin e Shkopit dhe me 6 misionar. Mirë po, me 12 tetor të vitit 1737, të tradhtuar nga patriarku sërb Arseni IV Jovanović Shakabenta, ranë në pritën e Mehmet Beu të Zvornikut në Klanz afër Valevës, i cili zuri rob 1/3 e katolikëve e së bashku me 100.000 frymë kafshë që i kishin me vete dhe me 2 misionar të cilët i masakroi që të gjithë. Së bashku me argjipeshvin Suma ishin edhe 300 familje shqiptare me rreth 1.200 shpirtra dhe 4 misionar franciskan të cilët u strekuan në mbrojtjen austriake pranë Beogradit. 1.400 prej tyre u masakruan, ndërsa 1.400 të tjerë u zonë rob për skllavëri nga turqit. Pas kësaj disfate të dhimbshme, argjipeshvi Suma u detyrua të qëndronte në Beograd deri në mes të gushtit të vitit 1739, ndërsa shqiptarët katolik që ishin me të u shpërngolën në Sriem, ku vendosën përfundimisht në 2 fshatra që bën fshatrat e tyre në Hrtkovc dhe në Nikinc, ku dhe themeluan misionin e veçantë Kelmendas me seli në Hrtkovc. Përfundim. Po e përfundoj me fjalën e Franjo Kuhaq: ne nuk duam dhe nuk dëshirojmë të thuhet ky është Kelmendasi i fundit nga pisi i vet. Nëse dhe do të vinte deri te kjo, ai Kelmendasi i fundit nuk do të mund të thotë se kroatët në Sriem i kanë shtyr për shqiptarët dhe me dhunë e kanë shuar gjukën e tyre. Kjo është pjesa e parë, shpërngulja e kelmendasve në Sriem.
vazhdojmë muajin e ardhshëm me pjesën e dytë. Faleminderit, kjo fleftue Jezu Krishti.